fakt, pa e egzageruar, unë do thoshja që një ish president republike, një ish kryeministër i vendit, por nga nga tjetër do thoshja edhe një njeri i zakonshëm, do më thënë i zakonshëm, shumë i zakonshëm, i cili mundet t'ishte me precedent penal nga më të rrezikshmit në botë, nuk do të kishte kaq shumë procedime penale, fillimet procedimeve penale sa ka Sali Berisha. E ritheksoj, jo në Europë, në botë. Sepse ndaj tia janë hapur procese gjyqësore dhe kanë filluar hetimet në SPAK për krime jashtëzakonisht të rënda. Mbi supet e tij, pra rëndon akuza e 21 janarit, është çështja e 4 të vrarëve edhe e 7 tjerëve mbetur në tentativ vrasjet, plus plagosjet e një numri të konsiderueshëm, të cilat në thelbin e tyre, janë vrasje të cilësuara dhe që procedimi penal ka filluar. Mbi Sali Berishën rëndojnë 4 të vrarët e familjes Haklaj, vëllezërit Haklaj, dhe çështja ka filluar, është në proces hetimi bashkë me grupin e strukturuar kriminal që ka bërë ekzekutimet. Është në procedim penal që ka filluar procedimi penal dhe është ndarë çështja e Gërdecit. Dhe atje është me bashkëpunëtor djalin e vet, me një numër të konsiderueshëm pastaj edhe ministrash, duke filluar nga ministri i drejtësisë, edhe persona të tjerë që janë implikuar në Gërdec, që sollën atë pasojë jashtëzakonisht të rëndë me 26 të vrarët, me 300 invalidët dhe me një dëm material, domethënë tepër të madh për ekonominë e vendit tonë. Mbi Sali Berishën rëndojnë edhe janë në hetim, domethënë është në proces hetimi edhe për një ser krimesh të tjera, si që janë akti terrorist ndaj ambasadës amerikane, akti terrorist ndaj ambasadores Mariza Lino, që janë procese gjyqësore të hapura këto që po u them, vjedhja me urdhër të Sali Berishës dhe marrja e parave të degës së Thesarit të Shkodrës nga familja e Sali Berishës me urdhër të Sali Berishës. Këtu kam parasysh një parantezë që ky është shkallëzimi penal që është bërë në fillim, domethënë të vitit 2017 nga Izet Haxhia dhe që është procedim që është regjistruar dhe po vazhdojnë hetimet e saj dhe pastaja vazhdojnë edhe disa afera korruptive për cilat është regjistruar procedimi penal, ka filluar procedimi penal dhe gjykimet e tyre ose janë ende në SPAK, ose kanë kaluar në gjykatën e shkallës parë, në gjykatën e apelit dhe janë gjykatën e lartë, kanë parasysh vjedhjen e Floririt Krabës, për cilin akuzohet Sali Berisha dhe Ilir Meta, kanë parasysh privatizimin e 4 hidrocentraleve nga një firmë turke në të cilën Sali Berisha, Shkelzen Berisha dhe Ilir Meta kanë marrë shuma të konsiderueshme lekësh në këmbim të kësaj afere, duke i dhënë firmës turke, domethënë këtij biznesi turk, një fitim për çdo vit 10 milion euro, kanë parasysh që është regjistruar procedimi penal dhe po bëhen hetime intensive për aferën korruptive të Sali Berishës, Argita Maltezit, Shkelzen Berishës, Jamarbër Maltezit dhe një koleget Argita Berishës Fluturas për aferën e rëndë korruptive që kanë bërë, domethënë Berisha, me VKM, me Fazliqin dhe Lazaroviqin për 108 milion euro. Dhe nuk po i numëroj të gjitha se janë shumë. Pra, të gjitha këto janë në proces që po hetohen, disa prej tyre edhe janë gjykuar, bie fjala problemi Floririt u gjykua, shkalla e parë vendosi që të sekuestrohen të gjitha pasurit e Sali Berishës dhe të Ilir Metës, sepse u konsiderua që kjo aferë korruptive pra kishte dyshime të arsyeshme dhe prova që
vërtetonin fajsinë e tyre në këtë aspekt, por që këtë vendim e prishi gjykata e apelit gjithmonë, domethënë, duke hedhur poshtë vendimin e gjykatës shkallës parë dhe tashmë është gjykatën e lartë për tu shqyrtuar. Dhe kështu janë edhe mjaft çështje të tjera që janë në proces gjykimi. Pra, për ta mbyllur me pak fjalë, e ardhmja e Sali Berishës është jashtë edhe familjes tij, e gjithë familjarëve të tij, nuk u përmenda këtu Liri Berishën, e cila është dhe ajo brenda aferave të rënda korruptive, sidomos me fondacionin e saj Fëmijët Shqiptar, sepse bëhet fjalë për disa miliona euro, të cilat janë marrë në formën e gjobave nga 90 biznesmen shqiptar, me minimumi 100 deri në 200.000 euro çdo njeri prej tyre, dhe të gjitha këto janë pastruar duke u kthyer në vila të familjes Berisha, duke filluar nga Holanda, që gjenden ato në Budapest, në Bruxelles, në Zvicër, në Itali, madje edhe në Greqi. Kështu që të tëra këto, pa përjashtim, domethënë këto janë në proces dhe këto e tregojnë që e ardhmja, domethënë e tija është e zymt, është tepër e errët, e gjithë familjes tij është tepër e errët dhe përjedhoi derisa bëhet fjalë për aferat të tilla që parashikojnë të paktën në 13 prej tyre burgimin e përjetshëm, Sali Berisha dhe familja e tij, domethënë e ka jo thjesht dhe vetëm atë të ardhme politike të zezë, por e ka të zezë të ardhme nga pikpamja e dënimeve penale. Në qoftë se qëndrojmë në këto zhvillime, avokat, punën e SPAK-u deri në këto momente ju vetë si e keni parë. Pra, çfarë note ju e vlerësoni SPAK-un, si është dukur puna e Altin Dumanit? Pra, do doja të më bëje një analizë duke qenë se lidhet me çështjet e drejtësisë, në anën tjetër ka pasur akuza të forta tashmë në opinionin publik që thonë SPAK-u kontrollohet nga Rama, ka akuza tjera që thonë brenda SPAK-ut ka njerëz të Berishës dhe të Metës, ka njerëz tjerë që thonë SPAK-u është i ndërkombëtarëve, ju vetë në këtë vorbull, edhe me punën që ka bërë SPAK-u. Cili është mendimi juaj, avokat? Mendimi im është që SPAK, si do që të flasim, si do që të themi, sa do kritikat kemi për te, apo edhe lavdërimet kemi për te e të tjera, fakti është që pas hyrjes në veprim si strukture posaçme hetimi dhe akuze të SPAK, pas vitit 2016, ne kemi një situatë re kudo në fushën e drejtësisë në këtë vend. Dhe miti i pandëshkueshmërisë realisht ka rënë. Ka rënë sepse duam të pranojmë fakti që kemi disa ministra në burg, kemi disa kryetar bashkish në burg, kemi një ish president edhe kryeministër në burg, kemi tashmë të pandehur me një akuzë të rëndë për korrupsion pasiv, sikurse është ish presidenti dhe kryeministri Sali Berisha, dhe që është me mas sigurimi, por nga ana tjetër është edhe me procese gjyqësore të filluara, me procedime penale të filluara dhe që po hetohet për krimet rënda deri dhe vrasje të cilësuara, do të thotë që veprimtaria e SPAK duhet vlerësohet pozitivisht. Por nga ana tjetër, marrë në raport me gjendjen e kriminalitetit në vendin tonë, marrë në raport me çfarë ka ndodhur në këtë vend këto 34 vjet. Pra çfarë i ka ndodhur këtij vendi? Çfarë akte kriminale ka ndodhur? Çfarë sabotime, akte terrorizmi, krime kundër njerëzimit ka ndodhur në këtë vend? Se ka ndodhur të gjitha këto. Kur them krime kundër njerëzimit, kam parasysh aferën e armëve dhe të karburanteve që bënte Shqipëria me Sali Berishën në krye me